Në shkollën e mesme Dertliu u zhvillua ceremonia e maturës 2025, ku maturantët, mësuesit dhe stafi drejtues festuan përmbylljen e një kapitulli të rëndësishëm arsimor. Drejtoresha e shkollës Merita Dertliu ishte e pranishme në këtë event për të përshëndetur maturantët dhe për të ndarë disa detaje mbi sfidat dhe mundësitë që e presin brezin e ri. Në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion, maturantët u përqafuan me mësuesit dhe shokët e klasës, duke ndarë kujtime të paharrueshme. Ata shprehën synimet e tyre për të vazhduar studimet universitare, kryesisht brenda vendit, dhe dëshirën për të kontribuar në zhvillimin profesional të Shqipërisë. Sot po përcjellim maturën 2025, e 25-a maturë e Dertliu të Fierit. Gjithsej janë 97 maturantë dhe në këto 25 vite ne mbyllim diplomimin e 2410 maturantëve në Fier, të cilët breza të suksesshëm, të cilët janë të gjithë në universitete apo kanë dalë në jetë dhe për këtë ne jemi krenar. Janë nxënës punëtor, janë nxënës serioz, ne kemi drejtuar që ata të dalin në rast parë qytetar të denj dhe më pas të jenë të arsimuar mirë. Ne ju urojmë vetë suksese dhe të vazhdojë rrugën e suksesit të shkollës Dertliu, por mbi të gjitha të qytetit të Fierit. Fieri ka krenari arsimin dhe ky arsim, një pjesë e kësaj krenarie është edhe Dertliu. Suksese të gjithë maturantëve të Fierit, suksese të gjithë maturantëve të Shqipërisë. Jam Kira Guka, jam nxënëse e shkollës Dertliu, maturante. Lëndë me zgjedhje kam hedhur biologji dhe synoj të vazhdoj drejtimin e mjekësisë. Për të vazhduar universitetin do ta vazhdoj në Shqipëri dhe e them me plot bindje sepse dua të jap kontributin tim në vendin tim dhe sadopak për ta çuar vendin tonë përpara. Unë jam Angela Tapa, jam nxënëse e shkollës Dertliu, jam në klasën e mjekësisë. Mund të them me plot bindje se në këtë shkollë ka përkushtim, profesionalizëm dhe gjithashtu çdo mësues po përpiqet që të japë më të mirën e tyre. Unë dua të studioj këtu në Shqipëri, pasi dua të jap kontributin tim si mjeke dhe mund të them me plot bindje përsëri se do jetë një nga fazat më të bukura të jetës time. Prandaj dua të studioj këtu në Shqipëri. Ceremonia e maturës 2025 në shkollën Dertliu mblodhi së bashku një komunitet të bashkuar në fest, duke theksuar rëndësinë e edukimit dhe mbështetjes për brezat e rinj.